Ndale pak te kombëtarja jon, tek futbollistët në fakt, se unë doja të ndalesha tek Etrit Berisha, një rikthim i mirë për të. Se u rikthyen kombëtar? Jo, prandaj thash, nisa kështu kombëtarja, pastaj thash. Një rikthim sepse kishte një vit e ca që nuk luante, për këtë ka drejt. Ka drejt, po unë e rregullova se thash kombëtarja, po pastaj u kujtova që nuk është në këtë kombëtare. Berisha vjen keq që nuk është në kombëtare. Jo vetëm për çfarë ka përfaqësuar në gjithë këtë kohë për duke mbrojtur, le të themi, portën, por edhe për atë çfarë përcjell jashtë fushës së Blert, sa i përket domethënë karakterit të tij, seriozitetit edhe mënyrës së të trajnuarit, po edhe le të themi një mësimi që i jep më të rinjve që vinë në kombëtare. Le të themi mungon një nga shtyllat e kësaj kombëtare në këtë ndeshje, në një ndër ndeshjet, jo në një ndër ndeshjet, po në ndeshjen më të rëndësishme të eliminatoreve për të shkuar në botrorin 2026. Praktikisht nëse në këtë ndeshje dështojmë, le të themi 70% jemi të dal nga ky kompeticion, pra nuk kemi më shanse për të shkuar në vendin e dytë edhe më pas për të pasur mundësi për të kualifikuar në fazën e grupeve. Përveç Berishës, ajo që më bëri përshtypje ditën e djeshme, një tjetër futbollist cilin e kemi përmendur këtu, edhe ai u shpall kampion, ndërkohë që Berisha duhet theksuar fakti që përveç se u tregua goxha i aftë në pritjet e disa gjuajtëve gjatë 90 minutave, po ashtu u tregua edhe shumë i aftë në pritjet e penaltive, pasi ekipi i tij Haken luajti në finalen e Kupës së Suedis kundër Malmos dhe fitoi me 11 metra, ku një ndër to e shënoi edhe vetë Berisha, pasi priti 2 të tjerë. Nga krahu tjetër edhe Lindon Selahi, i cili u shpall të dielën kampioni i Kroacisë me ekipin e Rijekës, fitoi Kupën e Kroacisë ditën e djeshme, po me Rijekën, duke bërë le të themi një sezon goxha pozitiv, jo vetëm për skuadrën, por edhe për atë në aspektin personal. Janë dy lojtarë cilët nuk janë thirrur nga Silvinho, ndoshta nuk janë dukur që janë forma apo i shërbejnë, por numrat, shifrat, paraqitjet edhe gjithçka tregojnë krejt të kundërtën e asaj që atij vendimi le të themi që mori trajneri për këta lojtarë. Kur grumbullohet kombëtarja, Enrico? Pas ditës së hënë, duke parë se edhe për të mbyllur gjithë lojtarët që janë në angazhime, mbasi i fundit Aslani, jo, unë doja vetëm shtoja diçka tek ajo që përmend Ledio, sepse një pyetje e tillë ja bëm trajnerit, duke marrë pak edhe ndeshje konkrete ose le të themi të veçanta dhe vetë Silvinho, dhe këtu ja pak pjesërisht të drejtë, sepse lista ka ditë që ka dalë. Performanca e Berishës është e fundme. Dhe vetë Silvinho po që nuk e marrim ose nuk e përzjedhim lojtari me një ndeshje, apo me 2 ndeshje, apo me 1 muaj, apo me 2 muaj. Pra e marrim e përzjedhim në tërësi. Po nuk ka që t'i shofi Silvinho Berishës o Enrico tani. Berisha e ka tregu veten këtu e vite më përpara. Ata që janë me 7 muaj, po që janë në stol, si përzjedh? Pra unë po them çfarë tha trajneri. Po trajneri më thotë dhe po them. Dhe e shikon në këtë mënyrë, e shikon afatgjat ose le të themi në një periudhë të gjatë kohore performancën e lojtarit. Tani, Silvinho ndoshta, sepse realisht jo të gjithë e njohin, paktën me aq sa ne kemi ndjekur për konferenca, nuk ndodhet Esmeralda që ti bësh një pyetje dhe ai le të themi të vjet me shpatulla pas murit. Ai do ta bëj zgjidhjen. Pra, ne kemi pyetur qoftë për rastin hyse apo me radhë, lojtarë të cilë nuk kanë pasur minutazh, por edhe për këta lojtarë që kanë bërë mjaft mirë dhe sipas ti nuk janë në idenë e trajnerit, nuk janë në filozofinë e tij për këtë përballje. Ashtu si për ata që nuk kanë luajtur, ka thënë se ata janë stërvitur si gjithë tjerët dhe luan apo nuk luan, nuk është se nuk bën shumë diferencë për të. Por unë e kam thënë disa herë, unë kam keqardhje sepse ne vazhdimisht themi kemi kaq shumë lojtar këtu, atje, në Europë, në Amerikë, madje kemi dhe në Argjentinë, trajneri e pohoj, që kemi një trajner Thomas Guidara në Argjentinë, por ku janë? Ai Guidara që luan në Argjentinë që e përmendi trajneri Silvinho, 27 apo 28 vjeçar, mbrojtës i djathtë, është dhe në shtetësi shqiptare. Tani kur ai luan në një kampionat që vërtet në aspektin fizik është lart, ne nuk kemi parë fytyra të reja kombëtare. Tani që në periudhën para 1 viti e gjysmë apo 2 vjet kur Silvinho bë pjesë e kombëtares, nëse kanë ndryshuar 5 apo 6 emra që Ledio i thot me drejt, ky nuk është një rotacion i madh. Të largosh emra si Cikaleshi apo futbollistë të tjerë, Roshi, Emerat, të cilët u tërhoqën,
dhe ti nuk e mundur do t'i zvendësosh. Unë nuk po shkoj dot një emër që të debutoj. Julian Shehu ishte i fundit, do me thënë, përveç tjerave edhe ata lojtarët që janë thirrur nga një herë, nga dy herë kanë qëndruar në tribunë, janë larguar dhe harrohen. Edhe për çështjen e Berishës, di çfarë mendoj, nëse Silvinho, të paktën duke njohur trajnerin, nëse nuk të fton në 1 apo 2 Ledio grumbullime, kam idenë që e ke mbyllur me kombëtarin shqiptare. Të paktën në epokën Silvinho. Biletat. Biletat pritet që sot, le të themi, të shpallen sot, është data 30 maj deri në datën 2 qershor, pritet që të shpallen, le të themi, fituesit për çdo aplikant që është shpallur, përzgjedhur fitues. Kjo që po shpjegoj unë Esmeralda është, le të themi, mënyra se si federata na ka shpjeguar se do të veproj, pavarësisht se unë kam bindjen time që do ndodh tjetër gjë. Kështu që në këtë pikë, sot deri në datën 2 qershor, të gjithë ata që do përzgjidhen do kenë mundësi që të blejnë biletat mbas sektorëve që kanë aplikuar më përpara. Pra ju vjen konfirmimi që jeni përzgjedhur? Po, vjen një email nga federata e cilat ka përzgjedhur, le të themi kompjuteri i saj, jo federatat, ka përzgjedhur automatikisht, pra ka në atë 1.200.000 aplikant atje brenda, ka hedhur grepin nga kaponirin edhe thot fituesi, po them Enrico. Ledio, unë kam një pyetje. Dhe Enrico si lindet drejta që përmes kartës, pra me një pagesë elektronike, të bëj, le të themi, pagesën dhe të përfitoj këto bileta. Këto mund t'jenë nga 2, 3 apo 4 bileta. Vetëm të të pyes pak se fakt në aspektin e të Berit ti ke qenë vazhdimisht. A kishte një ndryshim për pjesën e të aplikuarit një herë për të siguruar bileta? A ishte me pagesa? Tani, federata kësaj radhe, do më thënë, hodhi një mundësi tjetër për tifozët, për klubin e tifozëve, të kombëtares, të cilët mund pajisen me bileta. Dhe kishte një mënyrë me parapagim, pra ti bëhesh pjesë e përfitimit të 2 ose 4 biletave në bazë të pagesës tënde, e cila varionte nga 2.000 lekë të reja deri në 5.000 lekë të reja. Po pyetja ime shumë e thjeshtë, nëse kishim vendet në këtë 10.000 aplikues me këtë 20. Jo, këtu ishin vendet e limituara, pra 1.000 tifoz kishin të drejtë të merrnin nga 2 bileta, ose nëse bënin pagesën maksimale mund të merrnin nga... Tani duhet pushoni ju se kemi zotin Duka në